Nga Korça, ambasadori BE Silvio Gonzato kërkoi miratimin e një reforme gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila përfshin të gjitha rekomandimet e bëra nga OSBE ODIHR. Në një prononcim për media, teksa u pyet për zgjedhjet e 11 majit, ai tha se qeveria i ka numrat për të ndërmarrë një reformë kaq të gjerë. Nuk e di nëse kanë dalë rekomandimet përfundimtare, por natyrisht që kam parë rekomandimet paraprake. Ka patur gjithashtu një deklaratë shumë të qartë nga Brukseli dhe është një element që unë dua ta përmend, që unë kam shumë kryesor siç e ka thënë dhe përfaqësuesja e lartë Kallas. Është koha tashmë që qeveria shqiptare por edhe parlamenti të miratojë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara të tashme nga OSBE ODIHR. Rezultati dhe përgjegjësia bien mbi qeverinë që të ndërmarrë të kryejë këtë reformë kaq të gjerë, sepse me patjetër që i kanë numrat. Nga ana tjetër është dhe pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugëtim për të futur në BE. U pyet gjithashtu dhe për qëndrimet e opozitës për mosnjohjen e zgjedhjeve dhe nëse mund të ndikojnë në rrugtimin evropian të vendit. Ai tha se kush mendon se ka parregullsi mund t'i raportojë një organet përkatëse. Do doja të thoja që çdo parti e cila mendon apo ndjen se ka pasur parregullsi, patjetër le t'i raportojë ato e të ankohet te organet përkatëse, që janë organet që administrojnë zgjedhjet dhe natyrisht edhe organet e tjera përkatëse. Kjo është mënyra se si duhet të shkojnë gjërat. Megjithatë, shpresoj që të dyja partitë kanë theksuar një sër herësh dedikimin e tyre ndaj procesit të antarësimit dhe përpjekjeve të Shqipërisë për të shkuar drejt BE-s. Do të punojmë realisht në këtë drejtim. Ambasadori apeloi për bashkëpunim mes forcave politike në funksion të rrugës evropiane të Shqipërisë.